Çdo gjë ka stinën e vet, çdo situatë ka një kohë nën qiell. Çdo veprimtari ka një qëllim. Kur njerëzit jetojnë në tokë, kanë qëllimin e tyre. Në jetën tonë të besimit duhet të kemi edhe një qëllim. Atëherë, cili është qëllimi i fesë sonë? Duke arritur përmbushjen e besimit tuaj, shpëtimin e shpirtrave. Qëllimi i besimit ton është shpëtimi i shpirtit, jeta e përjetshme. Për të na dhënë jetën e përjetshme, Perëndia ndau 6.000 vjet të veprës së tij të shpengimit në 3 epoka, dhe na dha një emër të ndryshëm për shpëtimtarin në secilën epokë. Shkoni, pra, dhe bëni dishepujt nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë. Perëndia na tha të pagëzojmë njerëzit në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë. Do të thotë se Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë kanë një emër. Emri i Atit është Jehovaj. Emri i Birit është Jezusi. Emri i shpëtimtarit ndryshon në çdo epokë. Atëherë, cili është emri i Frymës së Shenjtë? Së pari, le të zbulojmë kush ishte shpëtimtari në epokën e Atit. Unë jam Zoti dhe përveç meje nuk ka shpëtimtar tjetër. Në epokën e Atit, emri i shpëtimtarit ishte Jehovaj. Njerëzit nuk mund të shpëtoheshin me asnjë emër tjetër përveç Jehovajt. Atëherë, kur epoka ndryshoi në epokën e Birit, kush ishte shpëtimtari? Ky është, u bë guri i qoshes. Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve, dhe me anë të të cilit duhet të shpëtohemi. Ndërsa epoka ndryshoi nga epoka e Atit në epokën e Birit, emri i shpëtimtarit ndryshoi nga Jehovaj në Jezusi. Në epokën e Birit, ata që besuan në Jezusin, shpëtimtarin në epokën e Birit, mund të shpëtoheshin. Pastaj, në epokën e Birit, çfarë ndodhi me ata që besuan në Jehova, shpëtimtarin në epokën e Atit? Në epokën e Birit, ata që i besuan Atit Jehova nuk e pranuan shpëtimtarin e asaj epoke dhe përfundimisht nuk mundën të shpëtoheshin. Perëndia na dha një emër të ndryshëm për shpëtimtarin në secilën epokë. Siç është shkruar, çdo gjë ka stinën e vet, çdo situatë ka një kohë nën qiell, kështu çdo emër i shpëtimtarit ka një afat kohor. Në epokën e Atit, njerëzit shpëtuan vetëm me anë të emrit të Atit, dhe në epokën e Birit, njerëzit shpëtuan vetëm me anë të emrit të Birit. Tani është epoka e Frymës së Shenjtë. Ashtu si ndryshoi nga epoka e Birit në epokën e Frymës së Shenjtë, edhe emri i shpëtimtarit duhet të ndryshojë. Kush fiton do ta bëj shtyllë në tempullin e Perëndisë tim, dhe do të shkruaj mbi të emrin e Perëndisë tim, dhe emrin e qytetit të Perëndisë tim, të Jeruzalemit të ri, që zbret nga qielli nga Perëndia im, dhe emrin tim të ri. Këtu, ai që flet është Jezusi. Pra, emri tim të ri nuk është Jezus, por një emër tjetër. Kush fiton do t'i jap të hajë nga mana që është fshehur, dhe do t'i jap një gur të bardhë, dhe mbi gur është shkruar një emër i ri, të cilin se njeh askush, përveç atij që e merr. Ai që nga dhënien do të marrë një gur me një emër të ri. Guri këtu nuk është guri vërtet. Duke ju afruar atij si te guri i gjallë, i flakur te nga njerëzit, por i zgjedhur dhe i çmuar përpara Perëndisë. Guri i përfaqëson Jezus.
Vetëm ai që e pranon e di emrin e ri të Jezus. E gjithë bota e di tashmë emrin e Jezus, por ende nuk e di emrin e tij të ri. Bibla thotë se kjo njihet vetëm nga ai që e pranon. Ky emër i ri është emri i shpëtimtarit në epokën e frymës së shenjtë. Ne duhet të thërasim emrin e ri që të shpëtohemi. Kjo ndodh sepse emri i ri është emri i shpëtimtarit në epokën e frymës së shenjtë. Në epokën e frymës së shenjtë duhet ta dim emrin e ri. Vetëm atëherë mund të arrijmë qëllimin e besimit ton, që është shpëtimi. Le të marrim emrin e ri, shpëtimtarin në epokën e frymës së shenjtë dhe të shpëtohemi.